Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër e motra besimtar. Nesër është dita e parë e Fitr Bajramit, e cila vjen si shpërblim i agjerimit të muajit të madhërisëm të Ramazanit. Ndaj më lejoni që në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, në emër të organeve dhe institucioneve të saj dhe në emrin tim personal, të uroj festën e madhe të Fitr Bajramit, duke lutur Allahun xhaleshanuhu që të na ketë pranuar agjerimin dhe adhurimin që e kemi bërë edhe gjatë këtij muaji të Kur'anit. Sinqeriteti dhe besnikëria janë vlera morale të pastra që shoqërojnë besimtarin në kryerjen e obligimeve që dalin nga Kur'ani, me qëllimin e vetëm të arrijnë kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu, përmes agjerimit dhe adhurimeve tjera. Ata gjatë këtij muaji u sprovuan me besim e devotshmëri shpirtërore, duke u përkushtuar edhe më shumë besimit që e ndin në shpirtin e zemrën e tij. Besimtari e beson dhe e thot të vërtetën, ai e mban premtimin e dhënë. Allahu xhaleshanuhu duron vështirësitë dhe sprovat, i përgjigjet atij që është në nevojë, e ndihmon të dobtin, e mëshiron të voglin dhe kujdeset për mirësjellje vetëm për hir të Allahut, për njerëz të devotshëm, thot Allahu xhaleshanuhu. Ata janë që për hir të tij u japin ushqim të varfërve, jetimve dhe të zërve rob. Të mos largohemi nga kjo botë pa shijuar më të mirën që ka kjo botë. E kjo është dashuria ndaj Allahut xhaleshanuhu, besimi e njohja e tij. Kjo dashuri ndriçon zemrat me dritën hyjnore. Gjuha e njeriu nderohet me përmendjen e Allahut xhaleshanuhu dhe gjymtyrët e njeriu zbukurohen me shërbimin ndaj Allahut të Madhërisëm. Allahu xhaleshanuhu thot: kush bën vepër të mirë qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij një jetë të mirë në këtë botë e në botën tjetër do të japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre. Vëllezër e motra, mëkatet e mëparshme të mos jenë pengesë e pendimit. Kthehu që jetës t'i japish kuptimin e domethënie të vërtetë. Nga se këtë jetë e krijoi i madhi Zot. Dyert e kësaj feje universale për botën mbar, pa dallim kohë, gjuhë, race, a vendi janë të hapura. Zoti është i mëshirshëm, e mëshirën e tij në raport me njeriu e tregon edhe me këtë ajet kuranor. Nuk është e barabartë e mira dhe keqja, andaj të keqen ktheje në mënyrën më të mirë, sa atëherë ai me të cilin kishit një farë armiqësie do të bëhet mik i afërt. Ndaj edhe me rastin e kësaj feste të cilis i gëzohet çdo besimtar, ju të respektuar e të nderuar vëllezër e motra, ju porosis që të shtrini dorën e ndihmës të ata të cilët kanë nevojë, të varfërit, jetimet, njerëz e shtyrë në moshë që kanë mbetur pa përkujdesje, fëmijë të braktisur. T'i gëzojmë ata edhe gjatë kësaj feste ashtu siç i gëzuat me ndihmat e juaja edhe gjatë muajit të Ramazanit, nga se kështu po na thret Allahu xhaleshanuhu dhe Muhamedi alayhis salam. Vëllezër e motra besimtar, kur toka po gjymon nga shumë padrejtësi, ne të tregohemi solidare zemërgjër me njëri tjetrin. Kur në përbot po luftohet, ne të promovojmë paqe dhe harmoni. Kur ne dëgjojmë vajin e fëmijëve, shohim skena trishtuese të masakrave të njerëzve të pafajshëm, të këtyre fëmijëve të pafajshëm, kur ka humbur njerëzorja e arsyeja, kur mbizotron padrejtësia dhe egoja në për rajone të trazuara me luftë. Të mundohemi që këtë vaj ta shndrojmë në buzëqeshje dhe përqafim të fëmijëve tanë, në mënyrë që ta kuptojmë dhe mëshirinë e fëmijëve të cilët po masakrohen e vriten padrejtësisht nga ata që e kanë për detyrë të përkujdesen për ta, si në Siri, Myanmar e Gaza. Dita e nesër me Fitr Bajramit është ditë kur besimtarët ndajnë gëzimin dhe shkëmbejnë urimet mes vete, duke lutur Zotin që mëkatet e mundshme të na i falë dhe bashkërisht të punojmë për një të ardhme sa më të mirë të vendit tonë. Duke ditur se feja islame dhe mësimet e saj e promovojnë dashuri dhe mëshuri, falje, paqe dhe të jeturit sipas standardeve të larta morale, të cilat i mbështet Kur'ani, duke përhapur respekt, harmoni e kënaqësi të gjithë ata që jetojnë pranë tij. Të kultivojmë frymën e dashurisë, paqes, tolerancës, respektit të ndërsjellë, edhe me besimet e tjera, që Kosova të jetë vend i harmonisë, bashkëpunimit, tolerancës e paqes. Islami është feja e cila ju është shpallur njerëzimit me qëllimin e dhurimit të një jete paqësore, përmes së cilës pasqyrohet në tokë mëshira dhe bëmirësia e pafund e Zotit. Ky është edhe mesazhi universal i cili del nga kuptimi i drejtë i agjerimit të muajit të shenjtë Ramazanit.
mesazh i cili në vazhdimsi troket në ndërgjegjen e njeriut për ta rizgjuar atë në mënyrë që bota të përqafoj paqen. Të nderuar e shumë të respektuar besimtar. Me lejoni që edhe një herë të uroj festën e Fitër Bajramit të gjithë besimtarëve në Kosovë dhe brenda trojeve tonë etnike shqiptare, por edhe të gjithë vëllezërve e motrave në mërgatën tonë ku do që ata gjenden. Me fat festa e Fitër Bajramit.